Mosdhënia e fjalës në kuvend për të replikuar ndaj akuzave të Sali Berishës u bë mollsheri midis dy socialistëve këtë të njëjtë, duke shkaktuar debat brenda grupit parlamentar. Fillimisht ishte kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili teksa mori fjalën nga foltorja hodhi akuzën ndaj socialistëve duke theksuar se mazhoranca e ka hipokrizi objektive për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Berisha përmendi disa çështje që bien ndesh sipas tij me praktikat europiane, duke nisur që nga moslejimi i Komisionit Hetimor për Akshin, mosheqja e imunitetit për Belinda Ballukun, si dhe mosheqja e mandatit të Olta Xhaçkës. Ai vijoi mëtej duke akuzuar Ulsi Manjën se po mbahet peng nga Balluku. Damkosi në këtë mënyrë. Po në Bruksel, ju damkosët si qjeni, korruptor, Edi Rama dhe Lubi Balluku, janë bërë famëzi në Bruksel dhe në çdo kancelari europiane. Janë bërë famëzi, sepse dosja Balluku dhe dosja Akshit qarkullon në mbar Europën. Janë bërë famëzi, sepse Edi Rama u detyrua se s'po përdor shprehje tani. Ti fshik pucët Lubi Ballukut, kur ajo nxori të gjithë dosjet që disponon për Edi Ramën dhe hodhin kosht plerave. Mantrën me të cilën kishte punë të çdo ditë, reformën drejtësi, i mbylli dyert prokurorit që s'kishte ndodhur kur në historinë e Shqipërisë. Dhe ju që flisni sot për integrimin, o hipokrit. Pa nuk keni ju që votuat për Lubi Ballukun, o hipokrit. A nuk keni ju që me mandatet tuaja thika bllokuat prokurorin dhe i futet thikën reformës drejtësi. Prandaj e merr, ku është Unuziu? Që merr Lubin në Peshkopi, e merr se ja ka dosjen Unuziut. Ja u them unë ju, ja ka krijuar dosjen me Oltën Bistrin. Deputeti i Partisë Socialiste Ulsi Manja kërkoi fjalën për të kundërpërgjigjur akuzave të Berishës. Kryeparlamentari Niko Peleshi nga ana tjetër refuzoi kërkesën e deputetit duke thënë se nuk mund të prishet radha e fjalës në diskutime. Ai u drejtua Manjës me fjalët "Unë nuk jam Niko", duke nënkuptuar se në seancë është kryetari i kuvendit dhe raporti me mazhorancën është i njëjtë si me opozitën. Zoti Balla, unë nuk jam Niko. Ju lutem. Zoti Balla, përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Ju lutem se po marrim minutat. Zoti Manja, e tham që në fillim, mos I ngelet atri askujt, është me minutazh të përcaktuar, nuk mund të ndërpritet për procedurë, nuk mund të ndërpritet për replik. Manja në një moment të dytë pasi mori fjalën e tij në kuvend, sipas rendit të ditës, reagoi ndaj Peleshit. Manja tha se donte t'i kërkonte ndjesë publike kryeparlamentarit për mënyrën se si u drejtua, por që nuk u lejua ta bëj sepse Peleshi lejoi të dominojë cinizmi me mikrofon. Ndër të tjera shtoi se nuk gjeti nga ai mirëkuptimin që të merrte fjalën në vend të një deputeti tjetër socialist, ashtu siç sipas tij e lejon dhe rregulloria. Të paktën të kërkoja edhe ndjesën me mikrofon, se tula gradat që ke, dhe preferove që në vend ndjesës publike timës me mikrofon të dominoj cinizmi yt me mikrofon, dua të kujtoj se fuqia e ndjesës dhe pa mikrofon është shumë më e fortë se sa cinizmi I kujdo në raport me kolegët këtu në këtë sallë. Unë e njoh rregulloren e kuvendit, zoti kryetari I kuvendit, edhe për shkak të përvojës time si deputet, edhe si kryetari I Komisionit Ligjeve, dhe kur ka çështje për diskutim me minutazh të përcaktuar, sigurisht nuk lejohet replika, por ama e drejta për të ndryshuar radhën me kolegët e mit grupit parlamentar në mirëkuptim me kolegun dhe me mirëkuptimin tuaj si kryetar kuvendi, ekziston sipas rregullorës kuvendit. Ndërkohë Manja ju kundërpërgjigj dhe akuzave të kryeut të Partisë Demokratike Sali Berisha, duke I kundërshtuar ato. Sali, sot më dhe një provë që ti e ndjek agjendën time politike dhe jam I bindur që më ndjek dhe tani. Më vjen mirë që më ndjek Sali. Më vjen mirë që ndjek në aktivitetet e mia politike, se me thënë të drejtën edhe unë të ndjeki në aktivitetin tënd politik, si pasqyrë.
por në fakt e ndjekim njëri tjetrin për qëllime të ndryshme. Unë të ndjek si pasqyrë për të parë veten që të mos jem në politikë si ti. Kjo është arsyeja që të ndjeki. Tani, kam edhe një thirrje miqësore, sugjerim miqësor. Sali, çliroje mendje dhe shpirtin nga dosjet. Sepse dosja jote është kaq e madhe, sa çfarë do të shtosh aty, nuk ndryshon më kur gjë. Ja ke vënë ka pakun asaj dosje me titullin akademik non grata. Më pas diskutimet vijuan sipas rendit të ditës lidhur me rezolutën për integrimin e vendit në BE.